Ne na duhet të pastrojmë ujin. Dhe uji pastrohet duke larguar këtë pushtet dhe këtë qeveri, sepse po ju them, këta edhe po të duan sot, nuk largohen dot nga krimi organizuar. Dhe po të duan, sepse pa diskutim që krimi kur të ka mbërthyer dhe ka ardhur, ke bashkëpunuar me ato, pa diskutim ata kanë marrë disa garanci dhe çfarë janë garancitë që merr krimi organizuar. Garancitë janë fotografi me ta, biznese me ta, ndarje parash me ta. Do marrin garanci pa diskutim. Dhe ata sot nuk ndahen dot. Dhe prandaj kanë zgjedhur, meqenëse nuk ndahemi dot, të vazhdojmë të bëjmë para dhe pjesa tjetër të shkojë kur doj. Unë i them një gjë, ku mendoni ju se do t'i lejnë, do t'i mbajnë njerëzit e tyre këta pushtetar? Kujtoni se do t'i mbajnë këtu në Shqipëri? Ta e din fare mirë se çfarë i kanë bërë këtij vendi. Ta e din fare mirë. Në Shqipëri sot ti ke frikë të hash bukë, se nuk e di nga ndotja e madhe që është bërë në për tokat shqiptare ti nuk e di çfarë ushqimi ha. Është vërtet. Këtë e ka shkatruar një kom të tërë. Vetmja gjë që ka lullzuar në Shqipëri është krimi dhe nuk është bërë nga hiçi, nuk është i rastësishëm. Këta bën një ligj në 2014 me Sajmir Tahirin se nëse ishe me një cigare ashash ti futesh në burg. Dhe futën në burg, bën 35.000, lëshuan 35.000 flet arreste dhe futën në burg 18 vjeçar, 19 vjeçar për 5 vjet për një cigare ashash. Dhe ata dolën nga burgu në vend që të kishin shkollën për shkuar qoftë për filozofia apo për politikë, për histori, ato dolën nga burgu me një shkollë për kanabisin, për kokainën dhe për heroinën. Pikërisht. Dhe dolën në një Shqipëri pas 5 viteve që lulëzonte kanabisin kulmin e tyre. Në kulmin e pushtetit të Edi Ramës. Lulëzonte kanabisi. Apo jo? Dhe ishte momenti kur këta dolën nga burgu. Po flasim këtu tani jemi në vitet 2019, 2018, 2017, ka qenë kulmi i kanabizimit vendit. Dhe ai moment i shërbeu këtyre për të kaluar nga kanabisi te kokaina dhe heroina. Pra në të gjithë nuk ka qenë e pamenduar, prandaj dhe strukturat kriminale infiltruan deputet, infiltruan drejtore. Ju e mbani mend drejtorin e qeverisë që u kap me 40 kg kokainë në Fraku. Dhe kishte qenë ish kryetar komune i Partisë Socialiste. Pra nuk ishin vetëm deputet dhe kryetar bashkie, po ishin dhe administrata. Dhe sot çfarë ka ndodhur? Kartelet kanë në administratën publike kanë përfaqësuesit e tyre, siç i kanë edhe në parlament. Meqense bëm ne ligjin e dekriminalizimit, këta tani fusin përfaqësuesit e tyre atje. Dhe pasuria që këta kanë ngritur, luksi që këta kanë ngritur është i papërballueshëm për një shoqëri si Shqipëria. Se ti të mendosh që ata çopjat kishin 8 miliardë euro pasuri, ndërkohë 9 miliardë euro kemi buxhetin vjetor, patjetër një adoleshent 18 vjeç, 19 vjeç, 20 vjeç, 22 vjeç, 25 vjeç që shikon nëpër lokale pasuri të tilla prallore, impresionohet, sepse ai nuk duhet të ishte aty në të njëjtin lokal me fëmijët, ai duhet të ishte në burg, por në Shqipëri policia e inkriminuar kur kalojnë njerëzit me kartele, ja bëjnë dhe i respektojnë me dorë, sepse i dinë që janë të fortut. Edhe policia rrugore, sepse i dinë që janë të fortut, sepse i dinë që janë miq dhe shok të shefave të tyre. Nuk e kanë fajin ata. Fajin e ka Edi Rama, që ka inkriminuar policinë e shtetit. Dhe i gjithë kjo batërdi, impaktin më të madh absolut e ka te 33-ja. Qoftë për mentalitetin që u futet atyre, qoftë për kulturën që ata marrin, dhe qoftë për rrezikshmërinë drejt abuzimet me lëndën narkotike, dhe mbi gjitha me rrezikshmërinë e përfshirjes tyre në trafikun e drogës dhe në fund me jetën e tyre. Pse kujtoni ju që ka një rritje eksponenciale të përplasjeve me thika nëpër shkollat shqiptare nga 15 vjeç, 14 vjeç, 16 vjeç. Nga vjen ajo? Vjen sepse është futur kultura e krimit në shoqërinë tonë. Dhe këtë e ka bërë Edi Rama. Kjo është një nga plagët më të rënda që është bërë Shqipërisë, një plagë për cilin Edi Rama duhet ta pagojë në një formë apo në një tjetër në bazë të ligjeve të vendit. Kjo shoqëri duhet ta vejë para përgjegjësisë. Po çdo ditë që ne vonohemi, fëmijët tanë janë edhe më shumë në rrezik. Këtë ta garantoj. Është një realitet i frikshëm ky, edhe më i frikshme është fakti që një pjesë e mirë e njerëzve bëjnë sikur nuk shikojnë dhe nuk kuptojnë se çfarë po ndodh dhe rrjedhoje kujt. Është e gjitha kjo.